Shikues të radio televizionit të UTA, ne gjithnjë jemi duke qëndruar me emisionin Ditë e Re, tashmë për të vijuar edhe me temën tjetër kushtuar kësaj dite edhe festës së Pashkëve. Ne shfrytëzojmë rastin që edhe një herë t'ju urojmë këtë festë, ndërsa ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot me neve në studio kemi të ftuar Kristina Nilović, një studente e artit, ku ajo përmes fotove dhe artit të saj pasqyron temat fetare e shumë gjëra të tjera. Ndërsa ne e falenderojmë që është pjesë e emisionit të mëngjesit dhe mirë se erdhe Kristina. Faleminderit për ftesë. Mirë se erdhe dhe gëzuar edhe një herë Pashkët. Shumë faleminderit. Kristina, na trego pak, ne kemi këtu në studio këto pikturat tuaja që ti pikturon dhe ke një talent mjaft të madh për të pikturuar këto piktura me teme fetare. Na trego pak çfarë domethënie kanë për ty Pashkët dhe si ndikon kjo festë në krijimtarinë tënde artistike? Në krijimtarinë time artistike të pikturave të lidhura me fe, por posaçërisht aty që janë të lidhura me Pashkë, ka disa arsye pse i bëj ato. Për së pari Pashkët janë një festë e madhe dhe shumë me fanie shpirtërore për traditën katolike, por gjithsesi edhe për traditën krishtere. Ato nuk janë veç dhimbje dhe sakrificë, por gjithashtu janë dhe një shpresë e re, ringjallje, por gjithashtu janë dhe një fitore mbi vdekje, çka këtë temë bën shumë inspiruese për mua. Na tregon nga merr frymëzimin për të paraqitur motivet fetare në pikturat tuaja, sepse ne këtu i kemi dy piktura në studio që ti i ke punuar dhe cili është ai frymëzimi joti për këta piktura që i pikturon? Frymëzimet vijnë si edhe faq nga vetë domethënia e saj të fesë, por gjithashtu edhe nga shkrimi i shajt. Për këtë pikturë si e shihni sot si e kam pru këtu në studio, e kam sjell. Është piktura e Krishtit gjatë mundimeve, figura e Krishtit gjatë mundimeve ose ajo e kërcezuar, e ka një domethënie të thellë për artin fetar. Këtu e kam përbjell krejtet sakrificën, dhimbjen që Krishti e dha për ne, por gjithashtu edhe dashurinë që e pati për mbarë njerëzimin. Sa kohë të merr të pikturosh një pikturë, sepse duket shumë profesionale dhe shumë e bukur? Për këtë këtu më janë dash 2 ditë, por në përgjithësi kjo nuk është pikturë, por është si vizatim, e bëm me laps dhe me çmyr druri, si përdoret vizatim. Këtë tjetrën si e kam sjell sot në studio, është lindja e Jezu Krishtit, është paraqitur në Betlehemi i Shajt, ku janë Shën Jozefi dhe Shën Maria me Jezusin fëmijë. A ka ndonjë moment nga jeta e Jezusit apo ndonjë simbol i fesë katolike që ka prekur veçanërisht dhe ka sjell në veprat e tua? Krejt jeta e Jezusit, sidomos ai kërcëzimi dhe ringjallja e tij, më japin mua shumë frymëzim që të punoj këtë art. Sa ishte vështirë të pikturosh dhe të merresh me artin e posaçërisht me këto tema që ti je fokusuar më tepër? Sigurisht se është e vështirë, se duhet me kenë një besim të fortë dhe mu lut, gjithashtu drejt duke pikturuar, është dhe një lutje mrekullueshme që e baj. Si e përjeton ti krijimin e një pikture me temë fetare dhe a ka ndonjë ritual apo ndjesi të veçantë që e simbolizon? Gjithmonë është një ndjesi shpirtërore e thellë. Prej së pari, këtë krijimin e pikturës marrë edhe si një dialog përmes meje dhe Zotit, jo përmas fjalëve, por përmas ngjyrës, formës dhe tematikave të ndryshme. E shoh si krejt pikturën, e shoh si një dialog përmes Zotit dhe njeriut dhe dua që ta shpall atë ndjesi edhe për tjerë. Cilat janë ato ngjyra dhe simbole që ti pëlqen më shumë ti përdorosh në pikturat me temë fetare? Simbole që i përdoroj janë ato të shpresës, ringjalljes, por shumë herë përdori edhe Krishtin të ringjallur, çka nuk do të jetë gjithmonë në atë mënyrën realiste,
por mund të jetë dhe në një mënyrë abstrakte për të treguar të praninë hyjnore. Çfarë mesazhi dëshiron që të përcjellësh përmes këtyre fotografive dhe përmjet artit që ti bën? Përmes artit du me shpall dhe një mesazh shumë domethënës për mua, se edhe gjatë aty në momente të vështirë si kena në jetë, siç është kërcëzimi, vjen ajo drita e ringjalljes. Si reagon publiku, sidomos bashkëmoshatarët e tu për këto vepra që ti gjithmonë bën dhe ke një talent që shihet patjetër të madh? Gjithmonë janë ata komentet pozitive, gjithnjë prej atyre komenteve pozitive më bëjnë mua që të ndihem mirë, po gjithashtu më japin edhe forcë të punoj dhe të përkushtohem kësaj punë më shumë. A ndihesh më afër Zotit dhe a ndin praninë e Zotit më afër kur ti je duke pikturuar këto piktura? Çfarë ndjesie është kjo për ty? Po, gjithsesi se njihet praninë e Zotit, duke pikturuar është dhe një lutje e mrekullueshme, po gjithashtu edhe provoj që ta shpallij besimin tim rreth piktura dhe mendoj se ajo mundet të shihet, ndonjëherë nuk është menjëherë e pashme, por është gjithmonë aty e pranishme. Çfarë do të thotë për ty të jesh një artiste e re që jep zë fesë përmes pikturës? Për të krijuar një art fetar, duhet një përgjegjësi e madhe dhe një punë, sidomos edhe ajo shpirtërore, por gjithashtu duhet të ftoj të gjithë të rinj që të sjellen sa më shumë Zotit, të lexojnë Shkrimin e Shenjtë, por gjithashtu edhe të duajnë njëri tjetrin. Patjetër, në të ardhmen, Kristina, ku e sheh veten? Të jesh e fokusuar vetëm në temat e fesë, sepse ti mjaft bukur dhe mirë i pasqyron në tablot e tua të vizatimit, por edhe në ndonjë tematikë ndoshta tjetër. Cila është ajo që ti e sheh veten jashtë fesë, cilat janë ato tema? Shpresoj që do të vazhdoj me këto tematikat fetare, por gjithashtu kam filluar të punoj dhe në veshje tradicionale shqiptare, që i kena këtu të na. Kristina, si e kalon ti festën e Pashkëve, si e duke kaluar sot, si të ka nisur ty dita sot? Javën e Shenjtë i bëjmë ato përgatitjet e mëdha për festën e Pashkëve, fillojmë dhe me liturgjitë ato që bëhen në kishë, por gjithashtu e përgatisim dhe shtrëjezat dhe shtëpinë tonë, xhirosim vetë, por ajo që unë kam qef me cek është që duhet me përgatit dhe zemrën tonë për ringjalljen e Krishtit, e jo vetë shtrëjezat dhe shtëpia tona. Kristina, unë të falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit në këtë ditë feste për ty dhe të uroj gëzuar Pashkët edhe njëherë ty dhe familjes tënde. Faleminderit shumë për ftesë dhe ndjej kënaqësi që mund të flas për artin. Suksese edhe njëherë. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për ditën e sot. Me unë ju falenderoj që ishit pjesë e jona dhe patjetër dua që të uroj edhe një herë të gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, edhe dua të ju përkujtoj që të na ndiqni në portalin të VT UTA, në rrjetet sociale në Instagram dhe Facebook dhe të gjitha materialet e përgatitura mund t'i gjeni në kanalin ton zyrtar në YouTube. Falenderoj edhe një herë sponsorin ton general, kompaninë Emtel. Mirupafshim.